Pas programit, fjalën për shëndetse dhe mesazhet e tij do t'i japi kreu I prezencës së SB-s, zoti Tarab. Të nderuar bashkëkryetarët dhe anëtarët të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, I nderuar komisioneri, dear colleague ambassador of the European Union, dear head of the Office of the Council of Europe, të nderuar pjesëmarrës. Është kënaqësi për mua dhe për prezencën e OSB-s në Shqipëri të mbështesim këtë kryezë konsultimi të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, e cila ka si qëllim avancimin e një kuadri të ri ligjor për financimin e partive politike. Shqipëria ndodhet në një moment të vendimtar për forcimin e integritetit dhe besueshmërisë së kuadrit të saj zgjedhor. Rifillimi I punës së Komisionit është një sinjal pozitiv Tashmë, thelbësore është të sigurohet rikut në institucionet demokratike. Me qenë se ekspertët e Komisionit dhe të gjithë ju si pjesëmarrës do të shkëmbeni mendimin mbi projektligjin e nevojshëm, më lejoni të theksoj se një kuadër ligjor I përmirësuar dhe diskutimet e rreth tij duhet të udhëhiqen nga disa parime themelore. 1. Transparenca. Deklarimi I plot I të ardhurëve dhe shpenzimeve të partive politike në përputhje me kushtetutën. 2. Barazia. Zbatimi I barabartë I rregullave për të gjitha partitë politike. 3. Zbatimi. Institucionet mbi këqyrëse dhe duhet të kenë jo vetëm një mandat të qartë, por edhe burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të ushtruar siç duhet auditimin dhe kontrollin. 4. Sanksionet. Vendosja e sanksioneve proporcionale dhe efektive për të parandaluar përfitimet e paligjshme dhe për të dekurajuar mos respektimin e ligjit. Këto parime janë të lidhura ngushtë me gjetjet dhe rekomendimet e raporteve të viteve të fundit të OSBE-ODIHR-it për financimin e fushatave zgjedhore, çka përben një tjetër element të rëndësishëm të financimit të partive politike, pavarësisht nëse do të rregullohet përmes një ligji të veçantë apo do të vijohet të jetë pjesë e kapitullit përkatës në kodin zgjedhor ekzistues. Thelbësore është se kuadri I financimit të partive politike do të mbetet I paplot pa adresuar gjithashtu rekomendimet që lidhen me financimin e fushatave zgjedhore. Kjo më çon në një tjetër element I rëndësishëm që dëshiroj të theksoj. Raporti I OSBE-s ODIHR-it për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, si dhe raportet e mëparshme, evidentojnë një sër fushash ku rekomendohet rishikimi I kuadrit aktual ligjor. Në masën që këto rekomendime lidhen me punën e komisionit tuaj, ky I fundit ka vërtet një rol kyç në ndërmarrjen e një reforme zgjedhore që adreson plotësisht këto rekomendime të akumuluara. Në këtë kuadër, prezenca e OSBE-s rithekson angazhimin e saj për të mbështetur punën e komisionit tuaj përmes ekspertizës teknike dhe ofrimit të praktikave më të mira nga shtetë pjesëmarrës të OSBE-s në fushën e reformës zgjedhore. Gjithashtu jemi të gatshëm të mbështesim komisionin
në lehtësimin e dialogut ndërmjet palëve të interesuara, pasi dialogu efektiv ndërpartijak dhe bashkëpunim ndërinstitucional janë thelbësor për përmbyljen e një procesi reformues që rrit besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe shton pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbartje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Konsultimi i sotëm dëshmon vlerën e dialogut gjithëpërfshirës. Përfshirja e aktorëve politike, shoqërisë civile, ekspertëve dhe partnerëve ndërkombëtar forcon si legitimitetin ashtu edhe qëndrueshmërinë e rezultateve të reformës. Ju uroj sukses në punën tuaj dhe pres me kënaqësi të vijojmë bashkëpunimin tonë. Faleminderit.